Përshëndetje Ervan. Grazie veçantë, ty kem drejt për drejt, do të nis shpejt me 2-3 tema, natyrisht duke respektuar edhe kohën tuaj. Isha fillimisht në lidhje tek rrethi i famshëm në rrugën Dolc-Gjakov. Pyetja e parë që na bie ndërmend tek ai rreth rrotullim, ndonse ende s'ka përfunduar rruga, a ka qenë nevojshëm ai rreth rrotullim me që s'ka çështje tjera aty? Ke fjalën për rreth rrotullimin që është ekzistus për klinë dhe për peje apo për këtë pjesën për drejtim të Gjakovës? Në drejtim të Gjakovës realisht, po flas. Po, shef, aty me projektin zgjidhja me 2 nivele. Aty kur shkon prej drejtimit të Prishtinës për pej është me urë kalot në drejtim të klinës, mandej aty është në bikalem, është rregullune komplet zgjidhja e lyjes në drejtim të Gjakovës, në drejtim të pejës dhe në drejtim të klinës. Por atje janë punimet duke u zhvilluar dhe ende se ka marrë formën, si më thënë, përfundimtare. Ajo kanë qenë disa probleme me disa biznise që janë aty, kanë pas paknatësi me shpronësimet e kështu me radhë, por që në përgjithësi janë zgjidhur tashmë, sepse janë marrë edhe vendimet përfundimtare shpronësimit. Mirë, në fakt çfarë ndodhi me këtë rrugën Klin-Gjakov, që 6 vite u bën realisht ende duke u punuar. Klin-Gjakov ajo është një problem tjetër. Domethënë, Klin-Gjakov është problemi që ende nuk kemi arrit me përfundu elaboratin e shpronësimit për komplet rrugën Klin-Gjakov, për shkak se mungon dokumentacioni. Tash një kompani që kemi kontraktu në përmatje gjeodezike është duke riincizu krejt terrenin, mënyrë që sepse aty ka shpronësime që janë dhënë vitet sa vejta, mungon dokumentacioni për mos me u bë pagesa e gjithësisht. Këtë këto me komunën Gjakovës janë zgjidhur, në komunën e Klindës ende nuk janë zgjidhur. Ky është problemi kryesor atë. Mirë, a ka shpresa, a mund të si mund të bëhet zgjidhja? Ka shpresa, po se situata e njëjtë është në rrugën Skënderaj-Drenas edhe në Klin-Gjakov. Janë problematika të njëjta që nuk është e lehtë zgjidhja. Domethënë, tash aty dhe kontratat janë shumë të vjetra, janë lidhur shumë herët, por në momentin që përfundon që kjo çështja e pronave, është problemi i madh në Kosovën, po sidomos në këto 2 rrugë, atëherë punimet kryen, domethënë problemi është e pronave. Strukturat ku janë nyhet nuk po mund të realizohen pa u kryer shpronësimet. Dhe masanej kjo edhe me përfundu komplet rrugën në aspektin e sigurisë është shumë problematike. Për shkak se kur nuk janë të përfunduar mbikalimet e nënkalimet, mandej kyçet aty janë të rrezikshme. Çto janë problemet, domethënë. Cila do të jetë fati i këtyre 2 rrugëve? Duhet të vazhdohet me proces shpronësimi, duhet të shkohet me po. Duhet të vazhdojmë tash me kontratat, edhe mund të shkputen këto kontrata për shkak se operatorët ekonomik janë lodhur me këto që dorën zemër, nuk është që janë pa faj, por faj më i madh është te institucionet që nuk i kanë përfundu këto procedura që më mundësu atyre me punu pa probleme. Kur punon 2 javë, mandej ndërprejnë punën, kjo ka kosto, kontratat janë vjetra, çmimet i kanë të lira, këtë këto, mund të të shpus me kontratat dhe të kontraktojnë edhe një herë, një që të përfundohet më shpejt kjo. Por këto vendime do të mirën gjatë këtyre 2 muajve, domethënë mars-prill, edhe për disa kontrata tjera, jo vetëm për këto, muajin prill kemi si muaj që duhet përfundimisht të vendosin për këto kontrata të vjetra që janë disa vite.
Mirë, po flasim pak edhe për rrugën Ferizaj Gjilan. Atje është bërë disa herë intervenimi i trajtimi i hyrjes. Sërish më dërgojnë foto, ka sërish degradim të asaj rrugë. Është pranuar teknikisht ajo pjesë e rrugës apo ende nuk është bërë pranimi teknik? Jo, nuk është pranuar teknikisht. Ajo është kontratë me kredi, me Bezhën. Kjo kontrata deri në Klokot. Prej Gjilani deri në Klokot. Atje janë kanë disa probleme me projekte, me kështu, po që procedurat janë të gjata, sepse duhet mirën aprovimet në zyrën e Bezhën Londër për çfarë do ndryshimi që bëhet, por që nuk është pranu teknikisht, ende nuk është finalizuar si projekt, atë është një njësi për implementim projekte që është PIU që mirët me këtë çështje është një kompani ndërkombëtare e mbikëqyrjes atje. Jemi të mundu me përfundu në ndërkohë si djetë kemi në buxhet rehabilitimin e rrugës prej Ferizajt e deri në Klokot, një që kompleta e rrugë të rehabilituar, por kemi buxhetonin që shkon më shpejt. Këto që po janë projekte relativisht të vogla, si vlera financiare me kredi, në të gjitha i kemi këto problemet e njëjta. Mirë, zotës ministër, do të kemi rast herave tjera të bisedojmë për shumë projekte të tjera, do të shohim se çfarë mund të bëjmë. Faleminderit shumë për gatishmërinë. Zotës ministër i infrastrukturës Ihsan Durmishi, natyrisht kemi minuta të limituar në dispozicion. Dua të ikit tek hani e lezit e tras kryetarin Mehmet Ballazhi. Flasim pak për mënyrën se si po ecin punët në komunë. Është viti 4 në cilin qeveris kryetari Ballazhi në han të